Komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi dje raportin për Shqipërinë, i cili analizon situatën dhe progresin ton në rrugën drejt integrimit evropian për vitet 2023 dhe 2024. Raporti, i hartuar nga raporteri për Shqipërinë Andreas Scheider, të cilit i shpreh mirënjohjen për punën serioze e rezultative, u miratua me 57 vota pro, 11 kundër, 6 abstenime dhe do t'i paraqitet për votim seancës plenare të Parlamentit Evropian në muajin korrik. Mirënjohje eurodeputetëve për mbështetjen e qartë të avancimit të Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Dje, Parlamenti Evropian konfirmoi edhe një herë se Shqipëria mbetet një histori suksesi, një vend pararoj për anëtarësimin dhe një shembull në rajon. Raporti nënvizon qartësisht angazhimin e qëndrueshëm të Shqipërisë ndaj reformave kyçe, përfshirë forcimin e shtetit të së drejtës, funksionimin e institucioneve të drejtësisë, të dala nga reforma, mbrojtjen e të drejtave themelore dhe të pakicave, si dhe përparimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Eurodeputetët mirëpresin konsensusin e gjerë politik dhe mbështetjen e fortë publike për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, linjëzimin e plot të vazhduar e besnik të Shqipërisë me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s. Eurodeputetët vlerësojnë rolin konstruktiv të Shqipërisë në rajon, mbështetjen e palëkundur për politikën e jashtme të BE-s dhe për kushtimin në menaxhimin e sfidave të përbashkëta si migracioni, siguria kibernetike dhe energjia. Ishte shumë e rëndësishme dhe shumë inkurajuese që eurodeputetët mbështetën dhe përshëndetën objektivin e Shqipërisë për mbylljen e negociatave të anëtarësimit deri në fund të vitit 2027. Ishte fakt domethënës që në atë seancë ishin të pranishëm edhe deputet të Kuvendit Shqipërisë, si nga shumica, ashtu edhe nga opozita, çka u përmend edhe nga drejtuesi i komitetit si një shenjë e vëmendjes së veçantë të Kuvendit për një proces që vetë e kemi përcaktuar si etik për vendin tonë. E shoh këtë edhe si një dëshmi të një të vërtete të gjithpranuar në Shqipëri, se pavarësisht dasive ideologjike e pikpamjeve të ndryshme mbi modelin zhvillimor të vendit, kur vjen puna për integrimin në BE, Kuvendi ka një qëndrim të përbashkët dhe kjo mbetet një prioritet kombëtar që tejkalon dasitë politike. Kjo është një vlerë që ne duhet ta mbajmë e ta forcojmë në të mirë të përbashkët në shërbim të të gjithë qytetarëve shqiptar. Angazhimi ynë në këtë proces nuk është thjesht politik apo elektoral, por një kalendar skrupuloz pune, i mirë menduar, i dakordsuar me Komisionin Evropian, i cili është mandatuar nga Këshilli i BE-s për të negociuar me ne, për të udhëtuar së bashku me përgjegjësi e profesionalizëm drejt afrimit të Shqipërisë në familjen tonë natyrale evropiane. Raporti thekson nevojën e përshpejtimit reformave për të forcuar institucionet demokratike, sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe për të forcuar e garantuar plotësisht lirinë e medias. Ky projekt nuk ka të bëjë vetëm me qeverinë apo me institucionet qendrore, por me çdo qelizë të pushtetit, përfshirë atë vendor, shoqërinë civile, sipërmarrjen, grupet e interesit dhe aktorë të tjerë, pra në një sens kuptim plot çdo qytetar të këtij vendi. Në asnjë vend kandidat për në BE, mbështetja popullore nuk është kaq masive sa në Shqipëri, e dëshiruar dhe duhet themi e merituar nga 90% e qytetarëve shqiptar. Asnjë vend tjetër kandidat nuk e ka shpallur qartë dhe pa asnjë ekuvok Bashkimin Evropian si destinacionin e natyrshëm dhe të vetëm të së ardhmes. Raporti nënvizon një sër sfidash për cilat jemi të ndërgjegjshëm dhe duhet t'i adresojmë sa më shpejt e sa më përshtatshmërisht, përfshirë polarizimin politik, retorikat konfrontuese dhe nevojën për një dialog më konstruktiv dhe gjithëpërfshirës politik. Në këtë kuptim,
Roli dhe përgjegjësia e Kuvendit është e padiskutueshme dhe parësore, dhe kjo është një ndër arsyet që jam këtu përpara jush. Më lejoni tani të ndaj me ju dy aspekte që mendoj se meritojnë vëmendje të veçantë. Spari, lidhur me një fenomen të cilin edhe duke u përmbajtur, po e cilësoj një njollë të zezë në sjelljen dhe diskursin politik shqiptar. Dënoj me forcë përpjekjet e atyre që nuk po lën gjë pa bërë, gur pa lëvizur dhe fjalë të zezë pa thënë për vendin e tyre. Dhe kjo vetëm për t'i bishtnuar përgjegjësisë. E kam fjalën për misionarët, që pasi kanë nxjerrë emrin dhe fytyrën e tyre, pasi kanë shkatruar gjithçka rreth vetes, janë rikthyer me vrull të papar për të nxjerrë e prishur edhe emrin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Me hidhsinë e humsit keq dhe pandrejtësinë që i karakterizon, janë sulur me vëxhut të padëgjuar të përdhosin emrin e Shqipërisë dhe të çdo shqiptari, brenda e jashtë vendit, të përdhosin reputacionin e tokës son të përbashkët me teori komploti, me akuza qesharake dhe absurde, me të pavërteta të shpikura si nevojë e përpjekjes së fundit për mbijetesë politike. Nuk besoj se ka kush nevojë për ilustrime, sepse e shohim për ditë peligrinazhin absurd të udhëtimeve me një fletushk në sqetull të hartuar në Tiranë, që u shitet shqiptarëve si rezolut e kësaj apo asaj organizate, që në fakt është vetë trakti i fundit kundër Shqipërisë, progresit, imazhit dhe fytyrës së saj. Por mbi tentativa të tilla të dëshpëruara dhe antikombëtare qëndron Shqipëria fisnike, e punës dhe e përpjekjeve kombëtare për zhvillim e progres. Qëndron Shqipëria Europiane, e cila ka zhvilluar deri tani 5 konferenca ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ka hapur negociatat për 4 grup kapituj, themeloret, marrëdhëniet me jashtë, tregu i brendshëm, konkurrueshmëria dhe gjithëpërfshirja, dhe po shqyrton me përfaqësuesit e Komisionit Evropian 1 të 24 kapitujt. Brenda muajit qershor pritet hapja e negociatave edhe për 2 grup kapitujt e tjerë, agjenda e gjelbër dhe burimet, bujqësia dhe kohezioni. Qëndron Shqipëria që njohin dhe pranojnë si partnere të denjë dhe të barabartë institucionet europiane dhe qeveritë e vendeve europiane. Shqipëria e cila organizoi samitin e Komunitetit Politik Evropian Ballkanin Perëndimor këtu në Tiranë. Qëndron Shqipëria për cilën presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola ka deklaruar mbështetjen e saj entuziaste për antarësim brenda vitit 2030. Qëndron Shqipëria për cilin presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, ka konfirmuar se është qartësisht më e përparuar se vendet e tjera dhe mund t'i bashkohet BE-s edhe para vitit 2030. Qëndron Shqipëria për cilin presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka vlerësuar se ka përfunduar agjendën e reformave dhe në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor do të mbështetet nga Komisioni Evropian me 920 milion euro. Qëndron Shqipëria për cilin komisionerja e zgjerimit Kos 2 ditë më parë shprehur se brenda muajit qershor do të hapen negociatat për të gjithë kapitujt dhe sipas projeksioneve mbyllja e negociatave do të ndodhë brenda vitit 2027 dhe antarësimi deri në vitin 2029. Prandaj, rezoluta e miratuar, ajo që të gjithë ne duhet lexojmë, është ajo që miratoi dje Parlamenti Evropian. Një nga strukturat e BE-s me cilën ne po punojmë ngushësisht, po negociojmë e me cilën po mundohemi, ditë e natë të çojmë Shqipërinë Bashkimin Evropian dhe jo traktet e përkthyera nga shqip në anglisht, dhe të përkthyera keq. Duhet pranojmë se çdo vërejtje, pa rregullsi, ankesë, duhet paraqiten dhe të zgjidhjen këtu, në përballje me institucionet që vetë kemi krijuar, me drejtësinë që vetë kemi reformuar, me rregullat e procedurat që vetë kemi miratuar. Ky është sovraniteti, kjo është aftësia për të përfshirë Bashkimin Evropian. Ndërsa miliona turist nga e gjithë bota vinë në Shqipëri për të shijuar bukuritë e vendit dhe mikpritjen, turistët tanë politik kanë vendosur të harxojnë frymën politike për të bërë të kundërtën, në një marrëzi të pashoqe, kundër vendit, pra edhe kundër vetes. Fali o Zot se nuk din ç'bëjnë. Ndërkohë, vota e popullit nuk fal e nuk fali as këtë radhë.
Ka edhe shumë për të thënë për këtë çudi e për këtë mëndzyrë në doni, por po ndalem këtu për të theksuar thirrjen e hapur. Ajo që kemi mësuar në 3 dekadat e fundit është se punën me reformat duen bërë e do t'i bëjmë brënda vendit. Miq dhe partnerët mund të na ndihmojnë, siç kanë bërë gjithnjë e do të vazhdojnë të bëjnë, pavarësisht tymit e helmit që nuk ja kursejmë Shqipërison. Kantierët e mëdha të integrimit janë në Shqipëri, në transformimin që duhet realizojmë në çdo sektor e në çdo standard, për t'u ndjerë në çdo cep të vendit, në çdo shtëpi, në lagje, komunë e bashki, për të gjithë qytetarët, pavarësisht preardhjes, pavarësisht ku jetojnë. Dhe për këtë duhet punojmë ne pari bashk. Prandaj duhet ftoj të gjithë deputetët e kësaj legjislature dhe ata që do të hyjnë në kuvend në shtator, punojmë bashk me një synim kombëtar, me më shumë transparencë, dialog e ndërveprim, në një bashkëbisedim të hapur shoqëror lidhur me çfarë po bëjmë e çfarë duhet të bëjmë, sepse ky është ushtrimi nga i cili nuk humbet askush e nga i cili përfitojnë të gjithë. Dhe në këtë mision kombëtar, për ne nuk ka asnjë minutë për të humbur. Shqiptarët vendosën më 11 maj ta kthejnë integrimin evropian nga slogan të gjithë pranuar në një proces konkret e të prekshëm, në një realitet që duhet të ndihet çdo ditë e më shumë. Dhe në këtë proces askush nuk është e nuk duhet të ndihet i përjashtuar. Dhe kontributi i çdo kush është e do të jetë i mirëpritur. Faleminderit. Ishte deklarat për shtyp. Raporti përfundimtar nuk ka dalë, raporti i Parlamentit Evropian ishte krejt i qartë e zeza në të bardhë, është ai që kemi lexuar dhe ai që duhet lexojnë të gjithë, jo traktet. Faleminderit.